Gjibani ka ndarë në rrjetet sociale një mesazh që ka ngritur dyshime mbi fatin e një prej konkurrentëve më të përfolur të Big Brother VIP Albania. Në një postim në Instagram, ai ka lënë të kuptojë se Valbona do të largohet nga shtëpia këtë të martë. Del Valbona, shkruan Gjibani në postimin e tij duke shoqëruar mesazhin me një tekst i gjatë ku flet për lojën dhe strategjitë brenda formatit. Reperi ka kritikuar ata që sipas tij shesin dashurinë dhe ndjenjat për përfitime personale, duke i krahasuar me aktor me lot krokodili. Del Valbona: na akuzojnë për rrugeçër, denigrues dhe të pa shpirt, ne që japim shpirtin dhe sakrifikojmë çmime, prestigj, simpatinë e njeriut që pëlqejnë, e deri dhe sigurinë trupore për ndjenjat. A ka mashtrues dhe frikacak më të mëdhenj se këta pseudo aktor që dhe lotët i kanë falso si krokodila intelektual. Sa lirë shesin fjalën dashuri, sa për budallënj që e kanë publikun disa lojtar, dashuria në kohën e kolerës. Mbetet për t'u parë nëse parashikimi i Gjibanit do të bëhet realitet apo nëse Valbona do të arrijë deri në finalen e madhe. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.